mungon vazhdimisht të heqë përgjegjësi nga vetja edhe të delegoj tek njerëz të tjerë, të cilët në sy të opinionit publik do duke sikur ka një ndërhyrje të huaj, ku ndërkohë aksionerët dhe investitorët që po bëjnë namin jo vetëm në Vlorë, por në gjithë Shqipërinë, janë të bekuar dhe të autorizuar nga ligji i famshëm i Zotit Rama që jep Shqipërinë e dhuron në çdo vend të botës, përveç Shqipërisë, sepse do të bëhet patrioti i madh, ku ndërkohë ai është një ndër tradhtarët më të mëdhenj të Shqipërisë, që ka parcelizuar Shqipërinë tek të huajt dhe e ka dhënë vazhdimisht dhe është akuzë e provuar, sepse ju duhet të shikoni se si ai menjëherë sapo u dha një lajm më përpara, shumë kohë përpara, tha që vajza e Trumpit po vjen të marri Sazanin, Kuçanin, Hasanin. Në kupton? Dhe të gjithë u turën, pa tjetër pse mos të vi, le të vi, a i tha po, unë e pres edhe priti, pra një person i cili në shpëtim për veten e tij, për ato çfarë ka thënë për familjen Trump, u servilos dhe priti vajzën e tij. Përveç kësaj, është njeriu i cili serviloset përpara kryeministrit Belgjikës. Gjunizohet sovraniteti jon nga një person i cili e copton sovranitetin. Gjunizohet ai përpara Melonit. Turpi botës. Po prit, jo mos ndërpret, prit një sekond, është shumë e rëndësishme. 4 miliardë euro investim, sa gjysmë e buxhetit shtetit. Po, kush do t'i marrë? Shqiptarët do t'i marrin. Asgjë, shqiptarët këtë do marrin, 0 do marrin. Ta garantoj unë ty. Kjo është mashtrim i radhës që bëhet. Si puna e porteve, aeroporteve, të gjitha kanë dështuar. Air Albania, ma thua Air Albania, qa ishte? Investim, qa ishte Air Albania? Qa është ajo e Pacollit atje në Vlorë? Dështim, nga dështimi në dështim, nga sukseset në urrejtje. To na bashkëqyrojnë me Zotin Rama. Qa ishte rasti i asaj që ndodhi në Porto Romano? A ishin investitorët, a qa ishin? Komshit e mi ishin apo tut? Ishim ne, ti apo unë isha? Dështim. Po ato izraelitët që erdhen, dështim edhe ai. Pse përmenden izraelitët se kjo? Sepse po the gjë të keqe për izraelitët, të vjen tabela nga mrapa. Shumë e thjeshtë kjo. Jo, pse përmendet, pse futen te kjo? Sepse izraelitët do jetojnë dhe do bënë socialistët e Vlorës. Izraelitët, tallesh, mirë, priku të shikosh atë ti, duke kërcy vallë dhe duke heq vlonjatën nga Vlora. Patrioti madh ai, do shkundi patriotizmin. Që shpopullojnë shqiptarët, i çojnë emigrim edhe i thot këtu bëhet jetë luksi. E ka sjellë gjithë turistët duke marrë në ai tokë shqiptare duke bë patriotin ai. Air Albania dështoi, Porti i Vlorës dështoi. Qa ka dështuar? Qeveria e ti ka dështuar sepse veti ka përdorur, veti ka fut në burg, edhe vet krenohet për spaku, edhe ata budallë që bashkëqyrojnë do shkojnë te pesa, kurse ai do t'i thot ju kyça, edhe te pesa, edhe te burgu, sepse në fund fare unë do shkoj në Kuç për bëj jetesën time të azilit. Avokat, në orën që bëj çik opozit, nuk do të thotë gjë që jo, nuk ka problem opozita. Janë mendimet e mia apo jo, po t'ju bëj pak opozit për ta bërë bisedën dhe më interesante. Pse mos zhvillohet ajo zonë atje? E para, ti mund të marrësh leje. Nga kush merr leje? Nga Gylseni apo nga Dylberi? I merr nga Edi Rama. Se tani leje 4 miliardë euro që thoni ju, që mashtrojnë prapë si rasti i Durrësit, si rastet e tjera me radhë, edhe ai Pacolli i shkreti u mashtru, po gjithsesi muhabet tjetër, le ta gjejnë me njëri tjetrin. Tani pse mashtrojmë shqiptarët? Nuk ka ujë Vlora, more! Shumë thjeshtë, shumë thjeshtë. Shqiptarët ashtu si është. Kemi nevojë ne të themi shqiptarëve që keni luks, qa keni? Keni hotele? Po, luksi, keni rrugë, kot i keni. Miliarda nuk janë ato. Qa keni? Keni spitale? 0 spitale, infrastrukturë, 0. E qa do vi huaj këtu?
Do derdhi lek, do t'i marri vetë lek. Pse? Është prona private, a e tha Rama që ishte pronë private. Tani këtu dua opozitarë unë të. Po pse ti telin e vendose nga maja tek maja, edhe duke shkelur edhe hapësirën të vjen prekëdhetare. U morën masa ndaj politikës. Po qa u morë masa? U morë masa për të mashtruar shqiptarët të herë, të dytë, të tretë dhe vazhdimisht. Këtu përjashto socialistët, të cilët nuk kanë hallë. Socialistët nuk kanë hallë në Shqipëri. Në Vlorë fare, me azhornim fare, tapiti kanë të shtëpia kështu i mbajnë, votojnë partinë, e ku shko partia me surrel atje, pa thot fajnë, kush e ka? Nuk bëhemi ne, duhet ikim si ata të thethit. Bëhet të thethit, unë blidhshin me Ramën, bën një qoka, bën dashuri, me njeri tjetrin, ku ja qoj Rama tha dromën edhe i la, mos te me qa i la, qa thamë? Nuk bëhet ky vend. Po si mërë nuk bëhet ky vend, kur të erdi aty dhe të mashtroj u boka, tani që ta nguli, qa? Sepse e them këtë gjë që të kuptojnë pak qytetarët tanë. Mashtrojnë i vazhdimisht. Investitori huaj do japi lek për ne. Avokat, po. Se s'ka ku të ta çoj ai. Në Maltë, në Meksik. Avokat, Trumpi nuk vjen në një situatë nëse nuk është i sigurt për investimin. Edhe një herë, as Trump, as kan, as kush, as mos të me i fjalë tjetër se e rëndojmë situatën. Nuk janë zotëri serioz. Të qenur të investitor zotëri, duhet të jesh serioz. Avokat, po flet për presidentin e SBA-s. Se kush është ai? Pas kësaj është presidenti i SBA-s? Presidenti Trump. Kush? Ai është? Unë pas emra të tjerë. Për investimin në shtetin e Trumpit kam dëgjuar. Për thashë them edhe unë mund t'jem, pse mos t'jem unë në Dylberg? Pse ti duhet një gjë që është tjetër edhe s'jam unë? Ku e ditë që nuk jam unë? Po le tani